Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalemi ditën e sotme tek disa tema shumë të rëndësishme. Kam të ftuar në këtë pjesë të parë analistin Rei Sheu. Rei, përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Rei, do ta nisim me rreshjet e dendura të ditëve të fundit, të cilat ashtu si e dim tashmë kanë sjellë përmbytje të shumta në disa zona të Shqipërisë, ndërkaq duke shkaktuar probleme serioze për banorët dhe infrastrukturën dhe jo vetëm sigurisht rrugë të bllokuara, toka bujqësore në ujë dhe ndërprerjet e energjisë elektrike, të cilat janë raportuar në disa qarqe, ndërsa niveli i lumeve ashtu si kemi parë ka shënuar edhe një rritje të ndjeshme. Rei, për ta nisur do doja të pyesja se si e ke pati gjithë të situatë, pra çfarë ke kuptuar, është kjo një fatkeqësi natyrore apo dora shkatrimtare e vetë njeriu, dhe nga ana tjetër si po e menaxhon qeveria situatën e këtyre përmbytjeve? Atëherë, në që të referohemi te procesi i përmbytjes, i cili po ndodh momentalisht në disa zona të Shqipërisë, të them është katastrofë natyrale, nga ana gjeografike, po, është katastrofë natyrale, por absolutisht duhet të përmendim që është edhe një neglizhencë e thellë e organeve lokale edhe qendrore për vendosjen e infrastrukturës së nevojshme për të krijuar zhdukjen e këtij lloji problematike. Kemi të bëjmë që përmbytjet në Durrës nuk janë më rastësore. Përmbytjet në zonën e Mamuras, pra në qarkun Lesh, nuk janë shkatrimi, rënja e argjinaturave në disa zonë të Durrës, në disa akse nacionale, nuk është më diçka rastësore. Pra kemi të bëjmë me raste të thella që të cilat dëshmojnë dita ditës abuzimin që është bërë jo vetëm këtë vit, por ndër vite. Problemi kryesor në këtë lloj çështje është fakti i mungesës së reagimit. Pra, kemi një situatë e cila është shfaqur disa herë. Përmbytje ndodhin çdo vit. Emergjencat civile duhet të jenë të disponueshme në çdo moment të vitit. Po shikojmë dështim të plotë, qoftë organeve lokale, qoftë organeve qendrore apo të emergjencave civile. A mbahet përgjegjësi? Jemi ende në fazën e primitivizmit politik dhe reagimit social ende primitiv. Duhet të kemi dorëheqje, duhet të kemi mbajtje përgjegjësisht. Nuk mund të tolerojmë më si një çështje të fatkeqësisë natyrore. Në qoftë se mbani mend përpara 12 vjetësh, Edi Rama vetë kur ishte në opozitë thoshte, nuk është më çështje e natyrës, është çështje e keqqeverisjes. Tani mbas 12 vjetësh del me një narrativ të re. Opozita është bërë palë me shiun. Mua këto gjëra më duken katastrofë, më duken çështje absurde, çështje groteske, mungesë totalisht e përgjegjësisë e organeve qeverisëse, pasi po flasim për një vend i cili është antar për Bashkimin Evropian. Po unë vendos në dyshim që vendet e Bashkimit Evropian sillen në këtë lloj mënyre. Është e vërtetë, fatkeqësitë natyrore ekzistojnë kudo, por ajo çfarë bën diferencën në këtë lloj çështje është organizimi i sa më shpejt dhe sa më efikas i elementeve lokal edhe qendror. Gjë e cila fatkeqësisht në këtë moment që po flasim lë për të dëshiruar. Ndërkaq Rei, si e ke parë dhe reagimin e kryeministrit Rama, ku përveç se faji i kaloi opozitës ashtu si the edhe ti, ndërkaq kishte edhe probleme si sta kryeministri me hedhjen e plerave në rrugë apo kudo tjetër që kishin bllokuar ndoshta edhe kanalizimet, dhe nga ana tjetër pikërisht për këtë çështje që nuk është hera e parë që po ndodh përmbytje në Durrës apo edhe në vende të tjera, a duhet të ishin nisur hetime kohë më parë? Absolutisht, siç e përmenda pak më përpara, nuk mund të shfaqsohen më mbi çështjen e fatkeqësisë natyrore. Duhet veprim, dhe veprimi duhet konkret. Momentalisht që flasim, jemi ende në shkakun e akuzave. Unë gjykoj personalisht si qytetari i Republikës së Shqipërisë që kur vjen puna për çështje natyrore, do të kemi unifikim të palëve. Pra, në fund të ditës, për çfarë shërben politika? Për të shërbyer qytetarëve, për të qenë pranë qytetarëve, jo për të irrituar qytetarët dhe për të lënë në mëshirë të fatit. Edhe me reagimin i cili përmendet sot me njerëz që mallkojnë, që të dhanë votën dhe nuk u bë, më duken të pavënda. Është çështje e cila ka dekada që ndodh në Shqipëri. Nuk është se ndodhi për herë të parë. Pra dhe qytetarët vetë duhet të jenë të ndërgjegjshëm mbi aktorët politikë dhe përfaqësuesit që ato zgjedhin. Po të shikojmë sot e kësaj dite, kemi vetëm
Edi Ramën, kryeministri, i cili është shprehur edhe shprehur në formë më të keqe duke lëshuar akuza. Nuk jemi në moment për akuza, jemi në një moment që kërkohet vendosshmëri, përgjegjësi dhe aksion. Në momentin që nuk ka aksion, është normale të kërkohet edhe dorëheqja e titullarëve në këto institucione. Nuk kemi asnjë deklarate nga kryetarja e Bashkisë Durrës, do të them, po përmendim Bashkinë Durrës si qarku i cili pati më shumë probleme. U bë Durrës si Venecia. Po Në fakt ka pasur një deklarat nga zonja Venecia nga pastërtia. Ka pasur një deklarat nga zonja Sako, por e vetmja fjalë që ajo tha ishte se situata tashmë po monitorohet, por kjo ndodhi vetëm mbasi kishte ndodhur e gjithë përmbytja. Është thjesht shpejtësimi pa vlerë në këtë raste. Përgjithsisht ideja e vendosjes së ekspertëve në këtë pozicione është këtë situatë të shmangen. Fundit, çfarë mendon se si mund të zgjidhet kjo situatë pra? A ka shpëtim dhe a mund të ndërhyet në kohë që kjo që ka ndodhur sot, kjo që ka ndodhur dhe herë të kaluara të mos ndodh më? Duhet të kemi parasysh që e gjithë kjo që ndodhi në këtë periudhë përse përket përmbytjeve është rasti i pastër se çfarë bën korrupsioni në një shtet. Në qoftë do ishte vepruar në mënyrë të ndërgjegjshme, nëse do të ishte vepruar me profesionalizëm, nëse do të ishte marrur referencë rastet e mëparshme të përmbytjeve, kjo gjë nuk do të ndodhte. Fakti që ndodhi tregon që kemi të bëjmë me njerëz të paaftë përse përket menaxhimit të situatave kritike vitale për vendin, dhe fakti tregon qartë që kemi të bëjmë me një abuzim të tmerrshëm përse përket korrupsionit dhe fondeve të cilat përdoren pikërisht për të shmangur këto lloj fatkeqësisht natyrore. Nuk qëndron deklarata e kryeministrit. Janë njerëzit që hedhin plera. Njerëzit që hedhin plera janë. Ekzistojnë kudo. Po ku është sensibilizimi i bërë nga qeveria? Ku janë organet që duhet të bëjnë zbatimin e ligjit? Ku janë organet që duhet të merren me shmangjen e këtyre situatave? Janë fantazëm. Gjithçka funksionon vetëm për çështjen e zgjedhjeve. Ne do ta kalojmë të fazë. Përmendëm pak më përpara. Jemi vend që kërkojmë të antarësohemi në Bashkimin Evropian. Po në Bashkimin Evropian shkohet me reforma, shkohet me infrastrukturë, më lejoni të them, janë me miliona euro të cilat hidhen nga Bashkimi Evropian pikërisht për ndërtime infrastrukturore, pikërisht për këto gjëra. Pra për përmirësimin e argjinaturave, për përmirësimin e kanalizimeve, për rritëzimin e rrugëve, por me sa duket, ky është rasti më tipik kur i shfaqet edhe një gangren e thellë e shoqërisë shqiptare që është korrupsioni. Ky është armiku i vetëm dhe ky është shkaktari përse sot Durrësi qëndron në ujë. E qartë. Mirë, kalojmë pak tek SPAK-u. Ku jemi sot pra në vitin 2026 me SPAK-un dhe a është SPAK më i fortë tashmë apo më izoluar se një vit më parë? Atëherë, përsa i përket SPAK-ut, dua të mbaj dy qëndrime të cilat kanë një farë linje logjike ndërmjet njëra tjetrës. A është më izoluar SPAK-u? Jo. A është SPAK-u më i fortë? Jo. A vazhdon SPAK-u të njëjtën rrugë? Po. Kemi të bëjmë me një institucion i cili gardianin e ka mbi krye dhe gardiani i SPAK-ut është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse duhet të sillim në reminiscencë çfarë ndodhi më përpara kur qëlloi për ditën e enjte, kur u bë zgjedhja e kryetarit të SPAK-ut, i cili ishte zoti Klodian Braho, keni parasysh që bëshë paralel, nga njëra anë zhvilloshin punimet e seancës plenare, nga ana tjetër bëshin zgjedhjet e SPAK-ut. I gjithë faktori evropian edhe ndërkombëtar qëndronte te SPAK-u.